Ramush Haradinaj mbram u mencionua kur e pa nënën e tij duke dënesur për djem dëshmor. Është pamje e dhimbshme. Një djalë tash afër 60-tave e sheh nënën e tij të cilës i mungojnë djemt e vrarë në luftën për lirinë e Kosovës. Normalisht edhe Ramushit i mungojnë vëllezërit. Ishte moment krejtësisht njerëzor që pasqyronte një dhimbje. Cili prej nesh do të ishte emocionuar me pa nënën tu kajt me dënesje për fëmijët dëshmor. Nëna Ruk nuk është më vetëm nëna e Haradinajve, pasi është nëna e heronjve të Kosovës, Elanit dhe Shkelzenit. Kushdo që flet për nënën Ruk, duhet me fol me shumë kujdes, me respekt ndaj dhimbjes së saj. Çka më ka pëlqyer te Ramush Haradinaj është respekti që ja ka bën nënës vazhdimisht. Edhe mbram kallzoi që për çdo ditë ai e fillon ditën duke pi kafe me nënën e tij. Unë çdo mëngjes ditën e filloj me nënën. Pe orës në 7 ora pim kafe bashkë. Historia e Haradinajve është edhe tragjike edhe heroike. Mbi të gjitha është histori e triumfit. Kritikat politike dhe mospajtimet politike nuk duhet me përfshi edhe familjen e Ramush Haradinajt, posaçërisht nënën e tij, nënën Ruk,